Temperatura dhe zhurma e tendës ku jemi strehuar e bën mos e qartë se këtu në Zatreq fryn era të fuqishme. Sot jemi këtu që të vizitojmë punimet në parkun e erës në Zatreq të komunës të Rahovecit, i cili pritet të përfundoj në korrik së vjetë. Ky investim prej 110 milion euro nga Çalık Renewables, nga Turqia dhe Eurokosi nga Kosova, i shton Kosovës një kapacitet të ri prej 7 MW për prodhimin e energjisë elektrike nga era. Pra një turbin parapërsisht rreth 6 MW, me që rasti kemi 12 të tilla gjithsej. Parku pritet të prodhoj 185 GWh energji elektrike në vit, që mbulon konsumin e 45.000 familjeve kosovare me energji të pastër. Dhe uroj të kthehemi këtu së shpejti për të përuruar së bashku fillimin e prodhimit. Urime e ju faleminderit. Faleminderit i nderuar kryeministër Albin Kurti. Dua t'i uroj edhe një herë të gjithë ata që kanë punuar në këtë punë të palodhshme për t'i vendosur këto turbina që janë më të mëdha në Ballkan. Uroj që të shihemi së shpejti për të parë turbinat në funksion dhe për të parë megawatorët e para që po prodhohen nga ky park. Sukses dhe faleminderit.